Të dashur shqiptarë, sot do të flasim për një qytet shumë të bukur në Shkodër që quhet Velipoj dhe vjen nga një fjalë jashtëzakonisht e bukur, Velikopolje. Pjesa e parë Veliko do të thotë e madhe dhe Polje do të thotë fush. Dhe merrni me mend nga vjen kjo fjalë e bukur, nga gjuha serbe, sepse të gjitha toponimet në Shqipëri për fat keq janë me origjinë latine, serbe, helene. Shqiptarët nuk janë në gjendje të krijojnë toponime përderisa nuk kanë poet, shkrimtar, artist, intelektual, të cilët do të bënin publikun të ndjeshëm për një fenomen kaq të shëmtuar, ekzistenca e toponimeve slave në Shqipëri. Sikur të ishin disa prej tyre do të ishte mjaftueshme si shenjë e pushtimeve slave. Por këto toponime janë kaq të shumta sa që turistët e huaj dhe sidomos ata rus u kënaqën në Shqipëri dhe nuk ka nevojë për harta. Dhe nuk e them këtë në mënyrë sarkastike, por është diçka vërtet. Të gjitha qytetet e Shqipërisë tani kanë emra slav ose janë modifikuar sipas gjuhëve slave. Pra Velipoja duhet hequr si emër absolutisht shumë shpejt. Një problem tjetër që kemi në shqiptarët dhe që publiku është bërë shumë i ndjeshëm kohët e fundit, është fakti i numrit të sëmurëve me kancer në Shqipëri, që është shumë fishuar. Madje doktorët nuk i përballojnë dot të sëmurët me kancer në Shqipëri. Dhe, që ta dini ju, ky nuk është vetëm një fenomen i shqiptarëve, një diçka e ngjashme ka ndodhur në Angli mbas vitit 2006. Por çfarë ndodhi në vitin 2006 në Angli, do të thoni ju? Disa disident të KGB-s ruse vendosën të bëhen qytetar britanik. Rusia i kërkonte ata mbrapsht. Britania e Madhe tha jo, janë qytetar britanik tashmë. Dhe atëherë rusët vendosën t'i vrasin të gjithë këta disident. Dhe historia më jashtëzakonshme është historia një disidenti që quhet Litvinenko, i cili ishte shumë i zgjuar dhe nuk arritën ta vrasin megjithëse u bën disa përpjekje. Përpjekja e fundit e suksesshme ishte e tillë. Vendoset një lëndë helmuese që quhet Polonium 210 në një çajnik në një restorant ku Litvinenko shkonte shpesh. Ky është një rrezik shumë i madh sepse është helmuar jo vetëm Litvinenko, por janë helmuar të gjithë ata që ishin në atë restorant. Por kjo është lëndë kaq helmuese sa që ti, edhe po ti je vetë i helmuar, mund të helmosh të gjithë anëtarët e tu të familjes dhe janë helmuar me dhjetra, me qindra qytetar britanik vetëm për të zhdukur një spion disident. Kjo është zbulua krejt rastësisht. Pra, çajniku ku ishte lënda helmuese Polonium 210 ka vrarë me dhjetra viktima të pafajshme britanike dhe vendoset që edhe sot e kësaj dite ka viktime të tjera. Sepse uji që ka marrë me vete poloniumin është përhapur pra në sistemin e ujrave të Londrës. Është përhapur kudo, është helmuar një pjesë e madhe e Londrës, e atij lokali kur përdor ky lloj helmi. Pastaj rusët, duke parë që ky ishte një lëndë kaq e rrezikshme radioaktive, kaq e tmerrshme, vendosën që të sulmojnë përsëri një disident tjetër rus, quhet Skripal, dhe përdorin një shishe parfumi të mbushur me këtë helm. I njëjti helm u përdor për të sulmuar udhëheqësin e opozitës Navalny, të cilën e vran jo shumë kohë më parë. Pra, u sulmua vajza e Skripalit, ajo vdiq në vend, mirë po Skripali duke u përpjekur të shpëtonte vajzën,
u helmua dhe ai nga kjo lëndë helmuese. Edhe Polonium 210, edhe Novichoku janë lëndë helmuese që janë projektuar për të sulmuar vendet e NATO-s. Janë shumë të vështira për të zbuluar si lëndë helmuese. Dhe tani, në Shqipëri, në një hotel, janë gjetur një familje e tërë rusësh që nuk jetonin. Mediat këtë e hoqën si lajm. Ishte një lajm që në Shqipëri zgjat vetëm 2 ditë. Pse? Në Shqipëri ka kaq shumë vrasje sa që çrëndësi ka se nuk jetonte një familje ruse, por ne nuk e dim se si u zhdukën ata. Dhe ka shumë të ngjartë janë përdorur lëndë helmuese, si ato që përdorën kundër disidentëve në Britaninë e Madhe. Ndoshta kjo është arsyeja e rritjes së të sëmurëve me kancer mbas kësaj ngjarje në mënyrë kaq drastike. Pra, në vend që qytetarët shqetësohen pse është kaq i madh numri i njerëzve me kancer në Shqipëri, sulmojnë doktorët që gjoja përpiqen të shpëtojnë disa të sëmurë që kanë para dhe ata që nuk kanë para nuk mund të shpëtohen. Pra ky është një mashtrim shumë i madh kundër shqiptarëve. Shqiptarët nuk po e kuptojnë se në çfarë rreziku të madh ata janë. Aq më tepër që qeveria shqiptare vendosi të përkrah pikërisht Ukrainën. Dhe tani ne jemi në një rrezik shumë të madh, edhe sikur të mos na kenë sulmuar, e kanë në plan që të na sulmojnë. Dhe Polonium 210 është një lëndë kaq helmuese saqë ky lloj izotopi që nuk zbulohet kollaj, është shumë i fshehtë, zbërthehet për 200.000 vjet. Pra, aty ku bie Polonium 210, nuk mund të jetojnë njerëzit për 200.000 vjet. Toka është e helmuar, pothuajse përgjithmonë. Ju lutem të jeni shumë vigjilent përkundrejt turistëve me origjinë slave, por dhe greke, sepse siç e dim, grekët kanë dëshirë të pushtojnë jo vetëm Vorja e Pirin, por planet e tyre përfshin të gjithë Shqipërinë, sepse toponimet e lashta ilire ishin toponime helene. Kjo është e vërteta. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.